Kryeministri britanik David Cameron pasi e shpjegoi qëndrimin e Britanisë duke bllokuar statusin e vendit kandidat për Shqipërinë për media në shkruar e ka sqaruar edhe një herë përmes konferencës për mediat pas përfundimit të samitit 2 ditor në Bruksel të liderëve të Bashkimit Evropian. Cameron ju referua takimit me kryeministrin Rama pak kohë më parë, duke thënë se u diskutua mbi vijimin e reformave, por kreu i ekzekutivit britanik mendon se Bashkimi Evropian duhet të shohë më shumë përparim në këtë drejtim. First of all, on Albania, we are not currently supporting a move to candidate status. Për Shqipërinë ne nuk po e mbështesim statusin kandidat tani. Siç e dini, ka disa hapa për të ndjekur përpara se të bëhesh antar. E kam takuar kryeministrin shqiptar dhe ai bëri shumë përpjekje për reformat në vendin e tij. Por unë mendoj se duhen ndjekur të tjerë hapa përpara se të vendoset përdhënien e statusit kandidat. Për këtë qëllim ne inkurajojmë vendin për marrjen e masave ndaj korrupsionit, ndaj krimit të organizuar, si dhe vendosjen e praktikave të duhura ligjore për sundimin e ligjit. Kjo është mundësia që procesi i antarësimit në BE të bëhet një politik mjaft e mirë dhe ne duhet të sigurohemi se kjo do të ndodhë në rastin e Shqipërisë. Ne jemi pro zgjerimit, por ne duhet të mësojmë nga e kaluara që të mos përsëriten lëvizjet e mëdha të njerëzve siç i kemi parë. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është padyshim një sukses. Kontrolli tranzitor ishte i suksesshëm, por jo kur përdorej nga vendet sapo bëheshin anëtare të BE-s dhe unë debatoj që të shkojmë një hap më tej për kontroll më të fortë tranzitor. Frika nga imigracioni masiv është baza e qëndrimit kundër të Britanisë, një prej 5 vendeve që bllokuan statusin për Shqipërinë. Pas këtij vendimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, shtetet skeptike po zbulojnë ditë pas dite jonë e tyre për Shqipërinë.